Pas përfundimit të zgjedhjeve lokale të mbajtura me 12 tetor 2025, procesi i numërimit të votave për kuvendet komunale në Republikën e Kosovës ka hyrë në fazën e tij të vazhdueshme. Zyrtari i lartë komunal i zgjedhjeve në komunën e Gjakovës, Armir Rexhaj, ka njoftuar se fillimisht do të bëhet verifikimi i flet votimeve, të cilat kanë qenë për të votuar për kryetar të komunave, për të parë nëse flet votimet përputhen me numrin e qytetarëve që kanë votuar. Pas verifikimit të këtyre flet votimeve, Rexhaj për mediumin tonë bëri të ditur që do të vazhdojnë edhe me numërimin e votave për kandidatët të cilët ishin pjesë e listave të subjekteve politike për të bërë pjesë e kuvendeve komunale. Në këtë proces, i cili është më i rëndësishmi pas procesit zgjedhor, Rexhaj tha që janë të angazhuar 13 ekipe me 2 ndërrime në mënyrë që ky proces të përfundojë sa më shpejt dhe të jetë sa më transparent. Me kalimin e fazave të verifikimit dhe numërimit, përfundimi i këtij procesi do të sigurojë që rezultati të reflektojë vullnetin e qytetarëve dhe të mundësojë funksionimin e kuvendeve komunale me bazë të fortë ligjore dhe shoqërore.